Kryeministri Hristijan Mickoski pret që punimet në teren për autostradën Shkup-Blac të nisin deri në fund të këtij muaji. Sipas tij, procedura e përzgjedhjes së operatorit tashmë ka përfunduar pasi janë shqyrtuar dhe mbyllur të gjitha ankesat dhe kundërshtimet në të dyja shkallët. За автопатот Блаце-Скопје, вчера добив информација дека е конечно завршена процедурата на избор, завршени се сите одговори на жалби и поплаки и во прв и во втор степен, комплетирана е процедурата и очекувам старт на теренските активности најдоцна до крајот на овој месец. Ndërsa për autostradën Kërçov-Ohër, Mickoski deklaroi se një pjesë e saj deri në Vrbjan së bashku me të gjitha tunelet duhet të përfundojë dhe të vihet në përdorim deri më 8 shtator në ditën e pavarësisë. Но еве јас давам еден месец резерва, нека биде и октомври, но отприлика тука е некаде септември-октомври, а целосно трасата практично од влезот во Кичево, неделка и Иваниндол, практично кај што завршува градот, односно каде што се оди на кај Охрид, до Охрид, очекувам да биде пуштен во јануари, еве ќе речам првиот квартал 2027 година. Përndryshe, gjatësia totale autostradës Shkup-Blac është 12.5 km, segmenti i parë prej 2 kilometrash është përfunduar, por nuk të çon askund, ndonse ka kushtuar 57 milion euro, ndërsa autostrada Kërçov-Ohër prej 57 km me të gjitha marrëveshjet aneks ka kushtuar deri më tani mbi 600 milion euro. Ndërtimi filloi më 22 shkurt 2014.